Në kundërpërgjigje të vlerësimeve të presidentes së Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, për progresin e Shqipërisë në rrugën drejt integrimit, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar me tone të forta ndaj qeverisë. Shqipëria aktualisht përveç kriteri gjeostrategjik dhe politikës së jashtme nuk plotëson asnjë kriter tjetër për integrimin e saj në Bashkimin Evropian. Në Shqipëri sot të gjitha pushtetet janë në dorë të një njeriu, Edi Rams, mbi 88% e 220.000 të zgjedhurve dhe temëruarve në administratën shqiptare i përkasin Partisë Shtet. Berisha u ndal edhe te puna e Komisionit të Reformës Zgjedhore, ku majoranca ka shumicën e vendeve. Ai kërkoi që procesi të vijojë në bashkëpunim me OSBE-u Dirin dhe jo në mënyrë të njëanshme. Nuk mund të ketë reformë zgjedhore pa praninë e Odirit. Do ftohet Odiri, do dërgohet ftesë Odirit, do dërgohet pasi të pranojë ftesën Odiri, duhet një ftesë nga të dy palët ose të gjitha palët, nga pozita dhe opozita, dhe natyrisht me praninë e Odirit ne jemi të gatshëm të shqyrtojmë një nga një të gjitha rekomandimet e misioneve të vëzhgimit të cilat nga 2013 gjerë sot nuk janë marrë parasysh. Kryedemokrati shpreu kritika edhe për Komisionin e Reformës Territoriale, duke konsideruar atë të orientuar vetëm nga interesat politike të Partisë Socialiste. Edi Rama ka ndërmend faktikisht të pjestoj me disa herë fuqinë e votës qytetarëve shqiptarë, të largoj pushtetin prej tyre dhe t'i katandis nga 62 në mos gabojnë në 28 apo 30 bashki dhe komuna. Teksa Partia Socialiste shprehet se avokatin e popullit e nxjie edhe me ose pa bashkëpunimin e opozitës, Kryedemokrati e sheh si përpjekje për të zaptuar një tjetër institucion. Ky është Edi Rama i pangopur, do të ketë çdo pushtet në duart e tij. Për të jetë i sigurt se s'do na imponoj kur të votojmë kandidat që nuk meritojnë. Ndërsa komentet për zgjedhjet në Kosovë, Berisha i cilësoi ato si një leksion demokracie për Shqipërinë, duke theksuar se proceset zgjedhore në vendin tonë duhet të garantojnë liri dhe transparencë të plotë. Kosova dha një leksion të madh për Tiranën, për Beogradin dhe për të gjitha autokracitë e rajonit. Në përfundim, kryetari demokrat tha se Partia Demokratike do të kërkojnë transparencë për çdo nismë që paraqet në kuvent, si dhe çdo diskutim që zhvillohet në komisione parlamentare.